Për mu ka qenë sfiduese edhe viti 92. Sfidat kemi pas për ditë, që me frikë. Po, unë po flasë ato që sot kisha ortodoksi që është në kompleksin universitar, ato kanë qenë disa baraka, shtëpit vogla, të banuara me shqiptarë. Edhe në majnë e 92-ës, fillon t'i dëboj milicia me dhumë. Unë në shkova, realizova fotografit, e dërëzova filmat, 2 negativa e dërëzova në redaksin e bujt 3 linjës, u ktheva prap me vëzhgu situatën, më arrestun, edhe ato janë sfidat, po ndashta unë u arrestova këtu edhe u roha pak ma let, ndërsa kolegtës e rilindjes, ata ishen vesh në teren, në teritorin e pes, ku ata pësun ma shumë, ata i rahen ma gjatë edhe ma shumë, realisht ata u mjekun ofër një mujdet. Kështu që nashta e kisha patin fatkeqësi, unë e maltretova një ditë për para për mes me marrë qatë teren që ishin ma vështirë. Këto kanë qenë periudat që nashta të vështira, po për mu kanë qenë që më kanë dhonë zemër. Pavarësisht që milicia, vetë milici personalisht, më ka thonë ti duhet me lana aparatin, ti s'duhet mirësh me këtë punë, unë i kom vepru, për kundrazion kom vepru me këtë punë, edhe me shumë këngulje. Ashtë ma shumë, se kam qenë i ri, ashtë ma shumë kër shoqënia, ose rreti që kisha fqin, rretin që njofsha, ishin pjesë e grupit i legalitetit. Tash, grupi i legalitetit nuk është diçka e keqe, tash se ilegalitet në atë kohë për okupatorin sërb kemi qenë i legalitet, në realitet kanë qenë grupe cilat kanë funksionu, cilat na i kanë qelë sytë për me kuptu çka është shqiptar.